Ka pushuar së funksionuri Drejtoria Rajonale e Mirëmbajtjes së Rrugëve Kombëtare të Qarkut të Fierit. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, kjo drejtori duhet të shkëpusë marrëdhënien financiare me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, e cila në kuadër të ristrukturimit është emërtuar Autoriteti Rrugor Kombëtar në datën 30 prill të këtij viti. Kështu ka thënë drejtori i kësaj drejtorie Mozart Çela. Sipas punëtorëve të sektorit të mirëmbajtjes udhëton të lënë vendet e punës, ndërkohë që punonjësit e administratës po punojnë për transferimin e inventarizimit të bazës materiale dhe pajisje vendimse, strukturës së re, për të cilën sipas zotit Çela nuk dihet ende se kur do të nisë punën. Në datë 30 prill ka përfunduar aktiviteti i Drejtorisë Rajonale Rrugore Fier, si deg, si përfaqësi e Drejtorisë Përgjithshme të Rrugëve në Qarkun e Fierit. Do funksionojnë në 3 drejtori në rang republike, Drejtori e Jugut, Drejtori e Shqipërisë Mesme, Drejtori e Shqipërisë Veriut. Në jug do jetë në Gjirokastër, qendra do jetë në Gjirokastër. Normalisht jemi në kuadër ristrukturimi. Nuk e dim sa do zgjasë kjo situatë, kjo periudhë e ristrukturimit të drejtorisë. Presim më tej domethënë në një urdhër tjetër ose në një informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve që t'ju themi diçka më tepër. Jemi në pritje të një vendimi tjetër për të orientuar se si do të veprojmë gjatë periudhës në vijim, pasi jemi krejtësisht të paqartë për fatën e punëtorëve dhe punonjësve të administratës, ka pohuar i shkreju Drejtorisë së Rrugëve Rajonale të Qarkut, sipas të cilit megjithëse drejtoria që ai drejton është shkrir, ai vazhdon të qëndrojë në zyrën e drejtorit për të përfunduar procesin e dorëzimeve. Presim një njoftim tjetër si do operojmë, si do vazhdojë puna. Punonjësit janë shpërndarë? Normalisht përderisa po them që jemi njoftuar që deri në datë 30 ka qenë kontrata jonë me Drejtorinë Rajonale Rrugore Fier dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, janë njoftuar që këtu mbaron domethënë kjo dhe pritet si do operojmë në vazhdim, ditët në vazhdim. Janë shkutur marrëdhëniet financiare? Nuk e dim, presim një urdhër tjetër se si do vazhdohet. Vetëm jemi të informuar se në kuadër të ristrukturimit do të funksionojnë 3 drejtori të mirëmbajtjes së rrugëve kombëtare në shkallë vendi, të cilat do të jenë të instaluara në jug, Shqipërinë e Mesme dhe në veri të territorit të vendit, por nuk dim se si do të veprojmë tej, madje edhe më keq se si do të jetë fati i të ardhmes son, ka pohuar zoti Çela.